Sot e kemi inteligencën artificiale, është Google, informacionet janë qasshme shumë lehtë. Gjithçka është shumë e thjeshtë. Mundesh me pas krejt informacionet në desktop kompjuterit. Qysh ja keni dalë atëherë? Qysh e keni marrë informacionet? Qysh e marrë statistikat? Pa krejt këtu. Ka qenë fleta dhe kimiki. Në ato kurse që kanë qenë është dashur të përshtatemi, kemi pasur në një koleg më të vjetër kanë pasur Esat Stavilecin, nuk di, në shtatërit nuk e marrën mend, doktor profesor Esat Stavileci, akademik, i ndjerë tashmë, unë atë kam trashëguar direkt që thonë. Sepse Veli Vraniqi ishte duke transmetuar në Radio Prishtinë atëherë, mirë po e la futbollin ka luajtur për me tohin atër lirin tash të Prizrenit dhe për Prishtinën në theu këmbën, ndërkohë u punësua në Radio Prishtinë si reporter. Mirë po, në vitin 1970 është formuar televizioni i Prishtinës. Ka filluar punë në 75-ën, por në 70-ën ka filluar ajo bërthama më parë që përgatiste materiale këtu në Prishtinë, e metoi prej një studio në Beograd, derisa u hap televizioni i Prishtinës 1975. Por në 1970 Radio Prishtina mbeti pa gazetar sporti, sa atë nuk ka pas shumë, një Veliu ka qenë. Edhe pa komentator, pa reporter. E angazhuan Esat Stavileci në cili ishte në shërbimin ushtarak në Mitrovic, që gjatë vikendeve lirohej për të transmetuar, kurse mua më angazhuan që të shkoj me profesor Stavilecin, që një praktikant të them, pak transmetosh apo pak sa për të hyrë në punë. Kështu që profesor Stavileci pastaj me një tetor doli nga shërbimi ushtarak dhe shkoi në fakultetin juridik studionte, u angazhua si asistent, pastaj është bërë profesor dhe akademik, por e la transmetimin, ju kushtoi jetës profesionale akademike, e unë pastaj pas një 6-7 lojë që pata me profesor Stavilecin, fillova të transmetoj vetëm dhe kështu deri 2013. Cilat janë ngjarjet